dhe do luftoj për forcimin e vlerave të familjes. Cako, pse ishte vajza e Donald Trumpit te Roma? Pse vizitoi Romën? Se po flitet që e ka vizitu për me blenë ishull? Inshallah më bona ishull e Epstein. Ata kanë marrë ishullin e Sazanit, dihet që vendri Trumpit është një agent i Mossadit, dhe kjo ka dalë tash nga dosjet. Mossadi shërbimi sekret izraelit, ai duke qenë qytetar amerikan, është shkelje ligjeve amerikane që të punosh brenda një vendi për interesat e shërbimi të huaj të inteligjencës. Ai bashkë me vllajën e vet dhe thuhet që këta i ka rekrutuar Alen Dershovic, që është një nga avokatët më të shuar që fut në New York, sidomos, i cili ka qenë pedagog në Harvard, ku kanë qenë dy vëllezërit Kushner, dhe ai ju ka thënë që ju këshilloj që të bëni agent të Mossadit dhe të punoni me Mossadin për interes të Izraelit këtu në Shtetet e Bashkuara. Dhe sigurisht që nuk mund të mos them që janë interesat e Mossadit për të marrë ishullin e Sazanit dhe nëpërmjet ishullit Sazanit të kontrollohet gjithë Otrantoja, se është pika hyrje porta hyrëse e kanalit të Otrantos, kur nëpërmjet asaj porte kontrollohet, mund të përdoret edhe si një bazë për çështjet e shërbime inteligjente të Mossadit për të kontrolluar jugun e Evropës nga Italia, Kroacia. A mund të ketë marrë pjesë, nëse pas ka shok edhe me dhëndrën e Trumpit e Roma, mund të ketë marrë pjesë në për këtë ishje apo te Bohemi Grove? Rama është shumë i prirur vetë, është një natyrë perverse dhe këto ftesa në ambiente të këtilla do t'i bënte me shumë kënaqësi, edhe sikur të mos kishte asnjë lloj përfitimi, sepse ashtu është natyra e tij. Ju e keni parë ri Lakuriq, ai rinte Lakuriq në shtëpi, mua më ka thënë i ndjeri moj Komzeqo që ka pasur baban e Ramës, Kristaqin, shok të ngushtë. Kristaqi i theshte që nuk më vihet në shtëpi, theshte se ria i Ajvani, theshte me pambathje, theshte në përshpi, theshte në sy të mamas, kur Rama ishte 16 apo 17 apo 18 vjeç. Nuk e di sa është e vërtet kjo, po moj Komi nuk gënjente dhe Kristaqi nuk kishte pse të gënjente për djalin e tij. Për shkuar e ti në Pra Izrael? një njeri i tillë nuk është çudi që të shkojnë nëpër këto ambiente. E çka mendoni për shkuarin e tij në Izrael, në Knex? Po, në Kneset. Kneset është, pra da që se din, është parlamenti i Izraelit. Ai shkoi 3 ditë denti në Izrael, një kryeministër nuk rrit 3 ditë në një vend, aq më tepër kur zyrtarisht tregohet që ka bërë 3 takime. Hapi një dhomë tregtie Shqipëri-Izrael, mbajti një fjalim në Kneset dhe bërin takim me kryeministrin. Pra këto ishin sikur nga një orë të bëheshin 3 orë, dhe një orë rruga që të vinte Kesecila nga këto, ja 4 orë, ja 5 orë, ai duhet shkonte për shembull në orën 10, s'kisha pse të flinte atje, të mbaronte këto 4-5 takime dhe të ktheheshe prapë në Shqipëri, një kryeministër serioz. Ka qenë te muri Latve. Ai denti 3 ditë. Nuk ka pse një kryeministër shqiptar të vër ato veshjet e çifutëve, edhe të vejt si kloun atje, të vejnë në për ato ritualet si majmun. Këta i marrin si majmuna, do thua që i kam bajtur presidentët. Le t'jenë, majmuna janë për mua. Unë, në qoftë se jam i krishterë, nuk kam pse të vej atë të gjujshve. Nuk kam pse të shkoj të falem në një objekt të gjujshve. Unë mund të kaloj atje, i veshur me veshjen time, ta shikoj për kuriozitet, si është, si që mund të shikoj një kishë ose një xhami, si një objekt kulturor dhe historik, dhe jo të vete të falem atje, se ajo është një vend falje për gjujshët, nuk është për ty, ti si e gjujsh. Pse duhet veshti me atë, çfarë quhet ajo se harova emrin asaj, kapuçit. Pse duhet veshti me atë kapuçin e çifutëve atje dhe të falesh atje, të lutesh si çifut. Ti si e çifut. A mund jetë i përfshirë Rama në dosjet e Epstein, ose Albini, ose ish presidenti Hashim Thaçi? Albini nuk e besoj, po Rama edhe mundet, aq më tepër që në vitin 2018 flitet që avioni Epsteinit Lolita Express ka qenë në Tiranë. Dhe kam dëgjuar që mund të ketë fjetur dhe një natë në një hotel në Dajt, në një resort luksos, ku mund të ketë pasur edhe
jo rituale satanike, po perversitete seksuale të ndryshme. Po, Evi Kokollori ti po besoj një, e mohoj atë që tha Blendi Fevziu në emisionin e tij, se tha, domethënë ato të bileta, domethënë të avionit ALB, nuk janë për Tiranë, por për Tiranë dhe për Shqipëri është TIA. Aja para pashtesa. Domethënë se Blendi Fevziu tha që ka pas avioni Epstein ka orë në Tiranë, edhe e ka argumentuar me faktin se në biletat e tij ka shkruar ALB. Dhe me Albania, por aja tha për Albaninë nuk përdoret ALB, por përdoret TIA. Çka mendon ti? Nuk i di këto ullësit. Kam dëgjuar disa gazetarë që kanë thënë që avioni Lolita Express ka qenë në Tiranë në vitin 2018. Nuk di sa është e vërtet, kupton? Ata që e kanë thënë mbajnë përgjegjësi, por në qoftë se madje shtën që ai ka dendur dhe në natë, edhe ka dendur në një hotel në Dajt. Nuk i di sa janë të vërteta këto gjëra, por këta perversët e rilindjes nuk e kanë problem të bëjnë gjëra të këtilla. Madje, siç ta thash, ata flitet që aty ka Agasi kanë atë ishullin e tyre të Epsteinit dhe ka, siç kam dëgjuar, me mira orë xhirime, të cilat i ka spaku. Nuk e di se sa është e vërtet kjo, po ka shumë njerëz që janë afër këtyre rretheve që e thonë. Do kanë bërë këtë ritual edhe të na. Po. E në Kosovë ka kështu të tillë? Për Kosovë nuk e di, s'mund të flas pa fakte. Albini më duket më serioz këtu, po nuk më pëlqen në lidhje me mbështetjen e këtyre agjendave LGTB dhe këto të wokizmit. Në asnjë mënyrë këtu nuk duhet të ketë wokizm, që të gënjejnë në këta shoqatat e LGTB-ve të thonë që në Kosovë për shembull ka 10% ose 15% të shoqërisë të regjistruar nga institucionet e Kosovës me gënjeshtra ku ju japin lek kalamajnëve dhe thonë deklarohu që jam homoseksual ose ku e di unë lesbike këto femrave dhe e fryn numrin me mënyra të qëllimshme dhe thonë nesër që ne jemi 20% në Kosovë. Dhe ne duam të drejtat tona. Kush janë drejtat tua? Ne duam 20% të vendeve në administrat, i duam ne. Edhe për shembull në përzyrat e shtetit, do thot Albini ose kush do vinë mbas Albinit që 20% do t'ju ruhen këtyre shoqatave të LGTB-s. Dhe duke pasur këta gjithë të vende pune, dhe duke qenë në fakt më pak, as 2% ose 1% e shoqërisë, po duke gënjur jemi 20%, me ndihmën e këtyre ndërkombëtarëve të Sorosit që ndjekin këto agenda për t'i futur njerëzit në këto rrugë që të mos riprodhohen dhe mos shtohen, pra të depopullohen në vend të luftës. Kjo është një lloj lufte tjetër në paqe që bën që ikën një gjenerat pa lënë pasardhës, sepse janë homoseksual ose më kupton? Nuk lindin fëmijë, rinë 2 burra ose rinë 2 gra. Edhe bëhet depopullimin. Edhe bëhet depopullimin. Qofse këta për shembull janë 10% në një shoqëri në Francë për shembull, 10% e shoqërisë nuk riprodhohet dhe zhduket mbasi kalon një brez. Më kupton? Prandaj nxiten këto për depopullim. Kjo është qëllimi. Po se e ke thonë ka shumë mënyra te komiteti i tregjendëve, ke thonë në një emision se zgaboj te Turi i ndier, Artur Zhej ke thonë që këta e kanë edhe një metodë nëpërmjet klurit, nëpërmjet ujit edhe klurit. Po, nëpërmjet klorit këta ulin potencën seksuale të meshkujve, po këto po e realizojnë tash edhe nëpërmjet avionëve, po mungesa e riprodhimit shkaktohet edhe nëpërmjet vaksinave. Edhe nëpërmjet vaksinave. Po, sidomos nëpërmjet